Ndërsa kryeministri Kristian Miskovski nderoi qëndrimin në lidhje me kërkesën e studentëve shqiptar për të nënshtruar provimin të jurisprudencës në gjuhën shqipe, ministri i drejtësisë Igor Filkov nuk e ka ndërmend televiz nga qëndrimi i tij, i cili thotë se ky provim duhet të mbahet vetëm në gjuhën maqedonase. E për këtë, sot kanë reaguar përsëri nga partia opozitare shqiptare BDI. Kanita Ramadani nga kjo parti tha se mohimi së drejtës për përdorimin e gjuhës shqipe në një procedurë shtetërore si provimi i jurisprudencës dhe relativizimi publik i kësaj të drejte krijon klim përjashtuese dhe përmban elemente të nxitjes së mosdurimit ndëretnik, që siç tha ajo, është e sankcionuar si vepër penale. Kërkojmë nga Prokuroria Publike që të vlerësojë ekzistencën e elementeve për ndjekje penale, për keqpërdorim të pozitës zyrtare, moskryerjes së detyrës zyrtare dhe nxitje të mosdurimit ndëretnik. Kërkojmë përgjegjësi personale nga Ministri i Drejtësisë për çdo vendim ose mosveprim që pengon zbatimin e ligjit. Ligji është i qartë, zbatimi i tij nuk është opsion. Pengimi i tij ka pasoja juridike. Kujtojmë se të martën, kryeministri Miskovski në lidhje me këtë çështje tha se duhet të bëjnë një ligj të ri, të cilin më pas do ta dërgojnë për mendim në Komisionin e Venedikut. Ndërkohë, nëse nuk plotëson kërkesat e studentëve shqiptar, ata nuk i mohojnë as edhe protestat.